Mirëmbrëma të nderuar shikues të televizionit publik të Kosovës, jemi këtu me analistët për të analizuar debatin zgjedhor ku të ftuar ishin Melihate Basholli Latifi nga Partia Demokratike e Kosovës, Agon Dobruna nga Lëvizja Vetëvendosje, ndërkohë që rikujtoj që përfaqësuesit e LDK-s, AK-s dhe Nismës nuk dërguan asnjë përfaqësues edhe këtë herë në debat. Me mua në studio është profesori Dashamir Bërzulli. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se jeni. Si zakonshëm, zoti Sadek Zeqiri dhe Fatime Hajdari. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Atëherë sonte në debat, besoj keni pasur mundësi që ta përcjellni, diskutuam për politikat sociale, profesor, dhe paraqitjet e platformave të dy subjekteve politike nga këndvështrimi yt, si të duket? Po, fillimisht më erdhi shumë keq që nuk pash partitë e tjera të cilat garojnë zgjedhje, edhe të cilat eventualisht kanë shanse që të jenë në parlament. Mendoj që votuesit meritojnë që edhe për sa i përket politikave sociale të dëgjojnë platformat e partive politike, sidomos në një format si ky juaj, disa nga idetë përmbledhen në mënyrë shumë të qartë, edhe kur shpjegohen, jo vetëm kur lexohen, tregohet se çfarë vizioni ka partia e caktuar dhe pastaj kur ballafaqon idetë mund të krijohet një ide më e mirë dhe pastaj do të ndihmonte eventualisht votuesit për të bërë një zgjedhje dhe një përzgjedhje edhe më të mirë, ose për të konfirmuar zgjedhjen e vetë, fare sepse janë në drejtën e tyre. Për sa i përket vetë debatit, sigurisht që patëm zëvendësministrin e financave, me sa kuptova, apo jo, zotin Dobruna. Po, zotin Dobruna. Financa dhe i punës. Edhe punës, apo jo. Kryesori është e financave. Financave. Janë të shkrira në një departament. Qenja dhe financat janë aty, po. Në mënyrë gjenerale, do e thoshe që debati u përqendrua shumë në çështje të cilat kanë të bëjnë kryesisht me asistencën sociale, edhe mendimin që u jepet familjeve të caktuara, edhe nuk u trajtuan në përgjithësi nga folësit, nga të ftuarit. Pra, domethënë shumë dimensionaliteti i politikave sociale, i cili rritet po ashtu dhe lidhet me rritjen ekonomike, lidhet me çështjet e arsimit, lidhet me çështjet e shëndetësisë e kështu me radhë. Në këtë kuptim mendoj që debati ishte i mangët dhe kryesisht domethënë përfaqësuesi i vendosjes u përqendrua tek ato rezultatet e qeverisjes që kanë bën mendimat që jepen, kryesisht edhe pse u përmenden të tjera, por nuk u shpjeguan. Dhe impresioni i parë ishte ky, që debati në këtë aspekt i partive ishte i mangët në ofrimin e një pasqyre reale të asaj që ka qenë politikat sociale. Pastaj ka pas edhe momente të caktuara debatit në të cilat thuaj se çfarë do të investohet në 4 vitet e ardhshme, ndërkohë që bëhej analizë për të kaluarën. Si për të thënë, domethënë që rezultatet e kaluara kanë qenë të mira, për shkak se do të investohet në të ardhmen në një aspekt caktuar. Dhe kjo është një lojë, si thuaç, me emocionet e njerëzve për të vendosur rezultatet e qeverisjes katëvjeçare në një rrafsh më të gjerë. Ndërkohë që përfaqësuesja e opozitës në këtë rast e PDK-s bëri një domethënë elaborim të ideve përkatëse, edhe pse duke qenë një parti me profil liberal, përgjithsisht politikat sociale shikohen në një frym tjetër në krahasim me atë që shef një parti që është e majtë siç është Vetëvendosja. Zajtari? Po, e konsideroj që fokusi tek politikat sociale shkoi pikërisht për shkak se edhe tema e përcaktuar nga televizioni ishte mirëqenia sociale dhe marr parasysh që u prek edhe fakti që kemi një rritje të buxhetit prej zëvendësministrit Agon Dobruna, i cili për hir të korrekcisë ka qenë një ndër zëvendësministrat më të zëshëm të qeverisë Kurti. E konsideroj që përveç përmendjes së faktit që nga 2.4 miliard sa është ka qenë buxheti i Republikës Kosovës, tashmë po flasim për një buxhet për 4 miliardëve, të cilin na e përkthen si sukses të qeverisë së tyre. Pastaj gjithë fokusi kaloi tek mirëqenia sociale, për çfarë edhe janë thirrur në studio. U përmendën politika të caktuara të cilat janë implementuar me ardhen e lëvizjes Vetëvendosi në pushtet. Marr parasysh që jam parti e majt, fokusin e ka pasur pa diskutim tek politikat sociale, duke filluar nga mbështetja për gratë lehona,
usharuas që edhe për 2 kategori gratë lëhona të papunësuara të cilat mbështeten në afat kohor prej 6 muajsh dhe ato të punësuara në afat prej 3 muajsh, u përmend mbështetja për herën e parë për fëmijët e posalindur, po ashtu shtesat për fëmijë, disa kategori të reja, reforma që synohet edhe që ka filluar të bëhet tek kategorit e veteranëve të luftës të cilët paraprakisht me ligj e kanë pasur të ndaluar edhe të punojnë edhe të marrin pensionin e tyre, tashmë synohet që kjo të ndryshoj, sepse ka qenë një padrejtësi e madhe marrë parasysh pensionet e vogla të cilat ata marrin ose gëzojnë, edhe nevojën për të qenë pjesë e tregut të punës, e konsideroj një hap shumë të rëndësishëm faktin që tashmë e kanë kuptuar që këtu është bërë gabim të kaluarën, që u është pamundsuar të jenë pjesë e tregut të punës, një pjesë vitale e shoqërisë, sepse ata njerëz munden me dhënë kontribut edhe në tregun e punës. Pastaj fokusi kaloi tek pjesa e personave me aftësi të kufizuara, ashtu siç insistuat edhe ju të merrni përgjigje për kategori të ndryshme të personave me nevoja të veçanta, duke specifikuar fëmijët, pastaj persona tetraplegjik dhe personat e verbër, të cilët pa diskutim që ka nevoja të vazhdueshme për të qenë shteti krah tyre në rrugtimet e tyre të vështirë. Zëvendës ministri e potencoi që kanë marrë disa reforma edhe sa i përket ngritjes së pensioneve të tyre, por që synohet që në vazhdim të kenë asistencë dhe mbështetje edhe më të madhe. Pastaj një pyetje shumë e rëndësishme ishte ajo se çfarë për personat me nevoja të veçanta, por që mund të jenë kontribues për tregun e punës. Gjithashtu u përmend fakti që ka inspektorat të caktuar të cilët insistojnë që bizneset të plotësojnë kuotën për marrjen në punë të këtyre personave dhe inkurajojnë sa më shumë bizneset që edhe sektorin publik pa diskutim që të bëjnë pjesë të strukturave tyre të rekrutimit edhe personat me nevoja të veçantë, sepse përveç nevojës edhe mbështetjes financiare, është nevojshme edhe mbështetja edhe socializimi i tyre në shoqëri. Pjesa tjetër sa i përket zonjës që kësaj radhe ka ardhur nga opozita, e konsideroj siç tha edhe vetë profesori më herët që duke qenë parti e profilit liberalik janë më pak të fokusuar sa i përket politikave sociale, por megjithatë kanë adoptuar disa nga këto mbështetjen që ka filluar prej qeverisë Kurti, sikur mbështetja për lehona, mbështetja për fëmijët të cilët këta e premtojnë, po e premtojnë me një kosto pak më të lartë. Pastaj u thash që fokus të ta do të jetë edhe mbështetja e fëmijëve të cilët do të frekuentojnë qerdhet private, një mbështetje prej 100 eurosh, pa disa përplasje sa i përket mbështetjes për sigurinë, që unë konsideroj edhe këtë një pikë të fortë të lëvizjes vetëvendosje për gjatë qeverisjes 4 vjeçare, sepse buxheti prej 400 milion është në 4 vite për ushtrinë, pa diskutim që është rritje, e konsideroj një ndër rritjet më të mëdha në rajon, nëse marrim në proporcion me sa ka qenë dhe sa është, jo me rajonin se ne dim sa blen rajoni dhe sa mbështet ushtrinë. Pastaj u diskutua edhe për ndërtimin e disa rrugëve, ku pa diskutim kjo çështja e rrugëve po kalon në secilin debat, pavarësisht prej temës që po përcaktohet prej televizionit, rikthimi tek rrugët edhe tek infrastruktura siç duket është ai qilë si kyç në secilin debat për të shkaktuar përplasje. Por e konsideroj që megjithatë marr parasysh paraqitjen e njerëzve të profilit adekuat nga lëvizja vetëvendosje, po u jep hapësirë edhe tjerëve për diskutuar për tema të kyçe. Ndërsa për subjektet që sot kanë zgjedhur mos të jenë pjesë e studios, data e zgjedhjeve është 28 dhjetorit dhe të humbur mund të ngelin vetëm ata që s'kanë ardhur për të shpalosur vizionin e tyre, alternativën e tyre për zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe për qytetarët e Republikës. Po që në këtë debat në mes kandidatit të lëvizjes vetëvendosjes zotit Agon Dobruna, i cili është edhe zëvendës ministri i financave dhe i mirëqenies sociale, si edhe kandidatës së Partisë Demokratike zonjës Miliate Latifi, që të dytë pasqyrun idetë e tyre, idetë e partive e tyre, por edhe të arriturat cati paraqiti zëvendës ministri, i cili vinte nga fusha ose nga dikasteri që vetë e ka menaxhu, e ka udhëhequr që dinte saktësisht se sa është kostoja, sa është rritja, sa është buxheti, sa pritet më rrit, sa janë të punësuar, që do të i dinte shifrat komplet të arriturat të ministrisë, të cilën ky e ka drejtuar si zëvendës ministër pjesën me të cilën ka qenë ngarkuar. Ndërsa kandidatja Partisë Demokratike edhe fliste për idetë, për plan programin e Partisë Demokratike,
për mirëqenien sociale të qytetarëve të Republikës Kosovës, për politikat sociale, për punësimin e të rive, për subvencionimin edhe për zhrimin e përfituesve, rritjen e skemave pensionale e tjerë. Por megjithatë, debati do të ishte edhe më i madh sikur këtu në këtë rrugë të ishin edhe kandidatë të tjerë të partive politike të cilët fatkeqësisht po mungojnë ose të cilët fare nuk janë të interesuar që të merren me këto politika sociale të them, por janë duke marrë me gjëra sipas tyre të mëdha e që janë rritja buxheti, fitimi, fitoria, fusha, fushatat e mëdha të cilët po pretendojnë mi bë. Prandaj në këtë tryezë do të ishte më mirë që të kemi të gjitha partitë politike të paraqesin programin e tyre social, socialo-ekonomik dhe të shohim nga ata se sa dhe qytetarit të vlerëson programin e partive politike për t'i votuar. Në qoftë se dëshirojnë, në qoftë se janë të kënaqur me zhvillimet që i ka bën qeveria tanishme në detyrë deri tani, le të vazhdojnë me mbështetjen e kësaj qeverie. Në qoftë se ata dëshirojnë me qenë situata politiko sociale-ekonomike më e mirë për ta, atëherë le të gjojnë zgjidhjen, le të gjojnë ndryshimin dhe le të gjojnë veten në programet e partive politike, por kur nuk ke alternativa, atëherë sigurisht që qytetari mund të vazhdoj politikën e njëjtë dhe votën e njëjtë. Theksi veçantë në këtë debat ishte edhe te rritja e natalitetit, profesor. Në fakt nuk u shpalos ndonjë program i veçantë. Në anën tjetër, çdo ditë raportohet për zbutje të temit të numrit të popullsisë, sidomos të gjeneratave të reja. Pra nuk është ajo sasia e popullit siç ishte dikur, pra mungon edhe fuqia punëtore, mungon ndoshta vullneti për të bërë më shumë fëmijë, siç edhe e kemi traditë ndoshta si shqiptar. A do duhet ndoshta që këto parti politike të kenë një strategji ndoshta për të stimuluar familjet shqiptare që, po edhe serbe natyrisht, që të krijojnë më shumë, të kenë më shumë fëmijë. Debati besoj këtu, domethënë duhet ishte a është ajo shifër që tha zëvendës ministri reale e rritjes ekonomike të Kosovës apo jo? A është 6%? Mendoj që në vitet e fundit nuk është 6%. Domethënë edhe me qenë se unë nuk vinë nga fushë e financave. Tendenca për në 6% realisht mund tjetë, mirë po jo edhe 6%. Po, përse këtë mund të verifikojmë. Të pritshmëritë për 2025 janë nën 4%. Po. Edhe për 2026 po ashtu nën 4%. Po. Domethënë nuk e di se është një shifër e cila është e zbatuar në këtë rast. Dhe në këtë aspekt politikat si kjo për lidhje me natalitetin, më specifikisht, por veçanërisht me ato politika që kanë bëjnë me domethënë ndërhyrje të shtetit në sektor të caktuar, apo me politika të caktuar në mënyrë që të ulë shkallën e migrimit, e cila në Kosovë është shumë e madhe dhe po të shikosh me vëmendje, qeveria nuk ka folur për këtë tema, edhe vendosja nuk ka folur për këtë tema për qeverisjen e vet. As pak se si do të ndaloj këtë rrjedhje të forcës punëtore edhe të numrit të njerëzve në Kosovë, dhe kjo rritje ekonomike e kombinuar edhe me aspekte tjera të politikave sociale që ka të bëjë veçanërisht me sigurimin shëndetësor edhe me sigurimin që ka të bëjë me papunësinë, sepse kemi një përqendrim shumë të madh tek aspektet të asistencës sociale, siç e tha më herët, edhe ndërhyrja aty këtu të vogla për sa i përket njerëzve masiv kufizuar kështu me radhë. Këtu nuk kemi të bëjmë me politika totale të cilat të siguronin një ambient i cili është i mirë për punësim, edhe një ekonomi e cila është e zhvilluar dhe e cila rrit produktivitetin, sepse ne kam idenë që një bilans tregtar, domethënë problemi bilancit tregtar në rritje në vitet e fundit. Kështu që dhe gjitha këto gjëra shkojnë në kundërshtim me ato politika madhore që i bëjnë njerëzit të qëndrojnë në vend. Dhe mendoj që këtu parti politike, veçanërisht partia e cila ka udhëhequr Kosovën në 4-5 vitet e fundit, duhet ishte me politika më adekuate. Domethënë ofrimi i ndihmave për gratë lehona e kështu me radhë, edhe për disa politika të caktuara janë akte të cilat janë në logjikën e gjërave dhe janë të mirëseardhura, pse jo. Po pastaj kur bëhet fjalë për një stabilitet më të madh social, atëherë këto se kemi parë, të cilat lidhen edhe me çështjet e arsimit, lidhen edhe me çështjet e thellësisë, edhe veçanërisht kanë të bëjnë me impaktin që ka rritja ekonomike në punësim,
edhe në rritjen e produktivitetit në përgjithësi në Kosovë. Por realisht mund të themi që për faktorin e natalitetit ndikojnë shumë çështje tjera. Ne kemi edhe një emancipim sa i përket rolit të gruas në shoqëri që tashmë dallon prej asaj si ka funksionuar para 20 vjetësh, sepse çdo herë më shumë gratë synojnë që të bëhen edhe pjesë i tregut punës, edhe të kenë kohë të lirë për të marrë me karrierën dhe me çështje tjera, prandaj edhe numri i rënjës natalitetit ka ardhur gradualisht, nëse dikur ka qenë shumë normale që familjet shqiptare të kenë 4 ose 5 fëmijë, tashmë rrallë gjenë familje cila ka 3 fëmijë ose 4, sepse për 4 dhe 5 pastaj mbetet goxha e rrallë. Unë e konsideroj që politika mbështetëse për nënat dhe fëmijët, pa diskutim që mund të sjellin lehtësira sa i përket pastaj shkollimit ose mirëqenies së një familje, po jo domosdoshmërisht e ndrojnë planifikimin familjar në secilën familje në shoqërinë tonë. E konsideroj që kjo është pjesë asaj emancipimit edhe ndryshimit kulturor që po ndodh gradualisht dhe nuk e shoh fare që ka të bëj vetëm me pjesën financiare ose ekonomike. Ne duhet ta themi këtë sepse pa diskutim që nuk e mendoj që kjo rënja në natalitetit po vije si pasojë mos mbështetjes nga qeveria, as nga kjo e as nga qeverit paraprake. Prandaj, sa i përket kësaj teme, konsideroj që deshëm ose s'deshëm, ky është realiteti i ri dhe me këtë duhet jetojmë, duke uruar që numri i rënjes së natalitetit jetë gjithmonë më i vogël, sepse e kuptoj që kohën e fundit kanë qenë shifra alarmante, por megjithatë ky është realiteti i ri me cilin duhet të ballafaqohemi dhe kështu do të funksionojë tani tutje. Ne nuk mund të pretendojmë që shoqëria të sillet njëjtë si para 20 vitesh ose njëjtë si para 50 vitesh, sepse nuk do ndodhë kështu. Zoti Zeqiri? Qeveria duhet mi stimulu të rritë, duhet mi stimulu gratë, burrat, duhet mi garantu gratë të cilat punojnë në sektorin privat, sepse në sektorin publik janë pak më të garantuara me ligj, por në sektorin privat në qoftë se një grua lind, ajo mund të hupa dhe vendin e punës, sepse privati nuk mund të paguaj 3 muaj ose 6 muaj, por nuk paguan më shumë. Kështu që qeveria duhet me pas një program qartë për mbrojtjen e tyre dhe mu po m'pëlqen ideja e programit të Partisë Demokratike për një fond të papunësisë, e cila sipas zonës në fjalë e cila ishte këtu, tha që kë do të merret me garantimin e atyre që humbin vendin e punës për të garantuar që të gjejnë një vend pune tjetër, sipas programit që kanë menduar Partia Demokratike. Prandaj unë mendoj se çdo qeveri, çdo ministër që do të merret me pjesën e mirëqenies sociale të ketë në fokus edhe garantimin e punës në sektorin privat. Sepse ne po flasim për dikon 80.000 të punësuar në sektorin publik, por ne kemi shumë të punësuar gra në sektorin privat. Dhe ato pas lindjes së një fëmije, pas lindjes së 2 fëmijë, mund të humbin edhe vendin e punës. Dhe kjo është arsye që ndoshta nataliteti është në rrëmje. Por ku ti garantohet që ajo pas mund të marrë një pagë, qoftë mendimin e shtetit, qoftë mendimin edhe të një pjesë që garanton shteti sigurisht, atëherë edhe ata mund të rritet nataliteti. Përndryshe vetëm në përfshatra nuk rritet nataliteti, sepse tashmë banorët po jetojnë në viset urbane. Këtu është një nga çështjet që desha të lidhem me zotin Zeqiri këtu, domethënë secila qeveri dhe kjo që ishte deri tani të sjell ligje për antidiskriminim në vendin e punës edhe ruajtjen e grave në këtë aspekt, por problemi është se si do të zbatojnë ato ligje. Sa do të jenë institucionet e forta për të zbatuar ligjet që miraton qeveria dhe mendoj që ky është një nga problemet më të mëdha që kemi parë në vitet e fundit. Sepse mbrojtja e veçanërisht grave në vendin e punës, po edhe shumë përgjithësi, që janë pjesë edhe politikave sociale, po ashtu edhe është ligjor në këtë aspekt, është shumë e rëndësishme të kërkon institucione efikase, kërkon që institucionet të jenë të vigjilente, të gjalla, reaktive edhe proaktive, po ashtu, po kërkon që domethënë politikat partijake të mos përzihen me politika shtetërore. Dhe kur kemi një politizim të administratës apo të çështjeve të ndryshme të këtij aspekti, atëherë ka mundësi që ligjit mos zbatohet siç duhet. Këtu mund bëhet më shumë edhe platformat e partive politike, domethënë duhet të jenë më specifike dhe më të drejtuara
drejt domethënë zbatimit të antidiskriminimit, por edhe të sigurisë më të madhe në punë në një aspekt më të gjerë. Këtu folë edhe për rritjen e buxhetit sa i përket banave esenciale, pra zoti Dobruna në fakt premtoi që do të bëhet deri në 100.000 euro, ndërkohë 100 milion nëse nuk gaboj, por kërkesa tha që është aktualisht në 120 milion nëse e kam gabu kërkoj ndjes. Pra si e shihni këtë program që e paraqitën qoftë lëvizja vendosë, po qoftë edhe PDK-ja që të dyja përmendën, rrjedhimisht ishin premtime të njëjta sa i përket banave esenciale. Kam ndjek edhe debatën tuaj në këtë aspekt, po edhe deklarimet e tjera të kandidatëve për kryeministër, mendoj që këtu është një nga pikat ku programet e partive politike konvergojnë. Vetë dilemë që kam në mënyrë përgjithshme, pa hyrë hak asnjëres, parti që prezantonin gjë të tillë, ideja shumë e mirë, dhe nëse zbatohet është domethënë e inkurajueshme. Po e kam vështirë kur të shikohen në përgjithësi kalkulimet buxhetore. Në njëherë këtë vështirë të dish se cilën pjesë të buxhetit do ta marrin ku. Edhe sa do të jetë ai buxhet që do të mundsojë gjithë rritje, gjithë ndërhyrje e kështu me radhë. Sigurisht që partitë politike kemi gjas flasin kur flasin që do i rrisim, flasin për 4 vjet. Nuk flasin vetëm për një moment, edhe nuk mund pritet që vetëm muajt e parë, mund të bëhen disa gjëra, por jo të gjitha. Po megjithatë sa do të jetë rritja ekonomike. Prandaj dhe rikthehemi edhe një herë te çështja se si do të ndryshojë struktura ekonomike e Kosovës. Është çështje thelbësore. Cilat janë idetë për ta zhvilluar ekonominë e këtij vendi, produktivitetin e ekonomisë, si do të rrisim shërbimet, si do të rrisim sasinë e mallrave e kështu me radhë. Dhe në rast se në debati është, domethënë debati për këtë nuk është i zaruar dhe nuk është i matshëm me alternativat e partive politike, kanë vështirë ta di se sa milion edhe për te dëshirës të mirë që kanë parti politike, se nuk e diskutoj këtë gjë, që e kanë këtë gjë, si nga do t'i marrin parat për t'i bërë gjithë të gjëra. Sigurisht do ta diskutoni në një debat në fushën e ekonomisë, sepse e kemi bërë rrjedhimisht ka pasur qëndrime të ndryshme, jo të saktësuara nga asnjëra parti se si do të krijojnë këto tyra për të shpërndarë më tej. Rritja e buxhetit për bana. Si po, në fakt e thash edhe më herët, thuaj se është ngjashme, përveç se lëvizja vetëvendosje, pra zoti Dobruna përmendi edhe shifër dhe por jo edhe zonja Latifi. E konsideroj që kjo vjen për faktin që zoti Dobruna është marrë specifikisht me këtë sektor në Ministrinë e Financave dhe është shumë më i përditësuar me informacione sa i përket kësaj fushë. Nuk e shoh të pamundur sepse shumë shtete të zhvilluara të cilat e kanë sigurimin shëndetësor dhe e kanë edhe këtë politikë të caktuar që është mbështetja me barna esenciale. Edhe unë konsideroj që kosto për 120 milionëve nëse zgaboj si synim. 120 milion ishte kërkesa, mirë po brenda mandatit të ardhshëm tha që do të jetë 100 milion. E konsideroj që megjithatë lë hapësirë të dëshiruar sepse 20 milion megjithatë është kosto e lartë për kompenzimin pastaj kryesisht pensionerëve, sepse ata janë kategoria më e atakuar dhe që ka nevojë për barna si mbështetje. E konsideroj që prapë është një handicap i madh sa i përket këtij 20 milion, që duke uruar që do të sfidohen për të ta bëjnë të pamundurën për të siguruar edhe këto 20 milion për të mbuluar nevojat që tashmë ekzistojnë si të dhëna për nevojat për të mbuluar të gjitha nevojat që janë tek qytetarët. Nuk e konsideroj si një kosto jashtëzakonisht të lartë, nëse buxheti i Republikës ka me qenë 4 miliard, e konsideroj si kosto e cila mund të sigurohet nga buxheti i Republikës të Kosovës dhe ajo çfarë kërkohet është vetëm menaxhimi i mirë, diskutimi me odën farmaceutike të Kosovës, sa i përket llojeve të barnave për cilat ka nevoja më të larta, mjekëve të cilët kryesisht mjekëve të përgjithshëm të cilët përshkruajnë këto receta në mënyrë që ta kemi një informacion pak më detajuar për faktin sepse ende në Kosovë mungon ky shërbimi informativ që kemi diskutuar tek shëndetësia dhe nuk ekziston ende si pasqyrë se cilat janë barna, cilat janë më të nevojshme në mënyrë që të sigurohen në stoqe pak më të mëdha për gjatë blerjeve, sepse ne dimë që të procedurat e prokurimit dinë të krijojnë telashe dhe vonesa. Për ndryshe, kostoja për 120 milion eurove për ta mbuluar si problematik, nuk e konsideroj që është edhe aq e madhe, edhe konsideroj që gjitha subjektet politike në Kosovë kanë ekipe të cilat mund të merren
ta menaxhojë siç duhet edhe ky problem të sanohet në 4 vitet e ardhshme të qeverisë. E konsideroj që nuk është zbatuar në kaluarën, ka filluar të implementohet në disa banorate qendrore, por megjithatë ende nuk është në stadin që do donim ta kishim. Shumë shtete e kanë bërë, Kosova mund të marrë modele të mira dhe të aplikojë për vete. Zoti Zeshiri. Po, kur është buxheti 4 miliard, atësh në edhe ndorja për 120 milionëve për këtë kategori, sigurisht që nuk është edhe lehtë, por megjithatë mund të ndohet dhe mund të menaxhohet, por kjo dën menaxhim. Menaxhim të mirë, menaxhim të sinqert dhe edhe me një menaxhim të mirë, edhe pajisjen banatorët e shtetit siç tha zonja Fatime, por edhe menaxhohet kjo situatë. Buxheti në vlerën në shumën prej 4 miliardëve mund të ndohet të sektori i shëndetësisë për këtë lëmi të caktuar. Prandaj veç një sigurim i mirë, veç një menaxhim i mirë i arrisin qëllimit dhe nuk është edhe shumë problem kur është buxheti i madh, sepse buxheti ka kalu prej 2 miliardë e gjysmë në 4 miliardë. Prandaj ka mundësi që të ndohen në pjesë të ndryshme për nevojat të qytetarëve, për nevojat të asaj shtrese e cila ka nevojë për atë sasi të banave. Do të flasim pak edhe për superpunën e cila është u përmend sonte në debat, për cilën zoti Dobruna tha se ka pasur një interesim edhe të bizneseve për t'i punësuar, ndërkohë që u kundërshtua nga kundërkandidatja zonja Latifi. Në farë forme, a mund të ketë ndikuar kjo në po dhe tek bizneset të cilat nuk janë regjistruar, që tashme janë regjistruar dhe tash shifrat e sakta nuk i kemi, se a ka pasur rritje të bizneseve apo bizneset aktuale vetë se janë regjistruar, po ndërkohë dhe numri të punësuar, po flasim pra dhe të rritja e punësimit në Kosovë, gjë që e ka ulur statistikisht, po flas numrin e të papunëve. Superpunën, si e keni pa nga këndvështrimi juaj, ishte një ndimes qoftë për ata që u punësuan, por qoftë edhe për bizneset, pasi gjysma e rrogës paguajnë nga shteti. Ideja e superpunës absolutisht nuk është ide e keqe, përkundrazi, është ide shumë e mirë. Por ne realisht nuk e kemi të vështirë ta dimë nga këtu se si ka funksionuar. Ne kemi shifra të dhëna aty këtu në përtubime elektorale ose në fjalime. Në faktu janë edhe shifra nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, kemi pasur debat për këtë punë. Edhe pse është diskutuar, pra që ndikon sipas ministrit për vitin 2021, vitin 2025 ndikon 35.000 të punësuar të ri. Kam idenë që 2023 ka filluar superpuna, apo? Po, ai foli për qeverisjen e lëvizjes vendosje nga ajo periudhë, por që u kundërshtu nga kandidatja e Partisë Demokratike, e cila tha se superpuna nuk është një punësim stabil, sepse është një punësim sezonal ose është punësim 6+6, që bie që me pas ti nuk mundesh me vazhdu më shumë se 12 muaj punën. Po ashtu se po i përzina profesorit ndërrum, shumë njerëz, shumë të ri, të cilët regjistruan në agjencionin për punësim. Agjencioni për punësim i gjen punë nëpërmes entit të statistikave ose nëpër ndërmarrjet e tjera dhe më pas edhe aty nuk është paga e garantuar për poste të ndërmarrjet private, ku gjysa e pagës ndohet nga ndërmarrësi privat dhe gjysa nga shteti. Por të po marrim shembull Agjencinë e Statistikave të Kosovës, njëri që është i pa punë e që fillon me punu në Agjencinë e Statistikave, ai mund të paguhet me normë, me punën që i ndohet, me regjistrimin e atyre qoftë bizneseve, qoftë çka janë ato që i ndon punë, dhe ato pagesa mund të mos e kalojnë as shifrin për 100 euro. Kështu që unë mendoj që superpuna është shumë e mirë, unë mendoj që është mirë të gjithë të rinjt të regjistrohen në agjencionin për punësim, sepse aty dihet numri sakt i të papunëve dhe numri sakt i atyre që punësohen nëpërmes Ministrisë së Punës. Por hezitojnë të rinjt, hezitojnë që më regjistru. Dhe kur nuk regjistrohen të agjencia e punësimit, atë nuk dihet shifra sakt sa është numri të papunëve që të janë të përsuar. E kam fjalën për të rinjt. Por edhe të puna, unë mendoj që nuk është një punë e sigurt, një punë stabile, sepse sigurisht që pas një 6 mujosh ti prap po mendesh i pa punë, ndërsa ti mbetesh i regjistruar si i punësuar. Tu edhe një aspekt tjetër, nëse mund shtoj këtu, të më thënë, sa veta kanë hyrë në tregun e punës për kaq kohë, sa me që kanë punësuar kaq veta, sa veta kanë hyrë, dhe kjo është raporti që duhet bërë, sa veta kanë hyrë, sa veta kanë dalë nga tregu i punës, që të shohim që një shifër e caktuar që ka ajo që ka ullë papunësinë.
Pavarësisht idesë që është shumë e mirë, përgjithsisht pamundësia në Kosovë mbetet e lartë, që do thotë që politikat e punësimit nuk kanë qenë adekuate në këtë aspekt dhe mendoj që këtu do duhej që me pas një ofertë më adekuate mas gjithë këtyre viteve qeverisje dhe me përvojën përkatëse. E konsideroj pozitive pa diskutim si politik lehtësuese sa i përket bizneseve kryesisht të reja, në mënyrë që gjysmën e pagës së një punëtori të ri ta bartë qeveria. Pa diskutim që pastaj kjo nuk është për një periudhë shumë afatgjate, është për 6 muaj dhe nëse tregot efikasitet, ajo vazhdojtë edhe për 6 muaj të tjerë. Në kuptimin e lehtësimit të një biznesi të ri, kjo është diçka jashtëzakonshme sepse konsiderohet që për një vit, një biznes ose startup i ri duhet të filloj të gjeneroj të hyrat e saj dhe pastaj të krijoj stabilitet për të paguar punëtorët që angazhon. Për faktin që shteti është i gatshëm për të mbështetur bizneset e reja, por edhe bizneset në përgjithësi, me gjysmën e pagës së punëtorëve të cilët ata angazhojnë në punë, e konsideroj që është në dobi edhe të qytetarëve, po gjithsesi edhe të bizneseve, sepse kur ti e di që gjysmën e kostës së pagave të punëtorëve i merr në përgjithësi shteti, pastaj edhe për ty lehtësohet kjo kosto e funksionimit si biznes i ri. Pastaj u diskutua që për shkak të suksesit që ka pasur superpuna tek të rinjët, do të aplikohet edhe superpuna tek gratë, sepse gratë, siç u tha edhe më herët, për shkak të lindjeve, për shkak të angazhimeve që kanë, kryesisht janë të prirura të ngelin pa punë ose të dalin prej tregut të punës, sepse nuk shihen si shumë të pavarshme kryesisht prej bizneseve private, në kuptimin që pastaj superpuna të zgjerohet edhe tek gratë në momentin që bizneset shohin që një pjesë e pagës edhe tek zonja do të mbulon nga qeveria, do të kenë interes pak më të madh sepse u mbetet të paguajnë vetëm këtë gjysmën tjetër. E konsideroj që si një ide të mirë, të qelluar, por pa diskutim duhet marrë parasysh edhe tregun e madh të rinjve të papunë në Kosovë dhe pastaj kjo e konsideroj si ide duhet të zgjerohet, të plotësohet me ide tjera, ndoshta në periudhë të zgjatet ky afati kohor prej 6+6 të kalojnë në 4 vite, tregoj stabilitet pak më të lartë në mënyrë që të joshen bizneset edhe ta kenë pak më të lehtë këtë bashkëpunimin edhe marrjen në punë me kontrata në mënyrë që këta të ri që bëhen pjesë e tregut të punës ose që marrin një vend të ri të punës të jenë pak më stabile dhe të flasim për periudha kohore pak më të gjata ku edhe për tregun e punës krijon një stabilitet. E jo që të bëhen pjesë e tregut të punës për një vit, të figurojnë në statistika, por pastaj ata të përfundojnë të papunë. Të mbesin pa punë sepse s'kanë të drejtë më të punësuar një vit. Flasim pak për pensionet, si pat qëndrimet e dy partive politike ka shit pensionistëve. Ndërkohë që janë ndërtuar që qeveria aktuale në detyrë ka hequr këtë obligimin që të paraqiten që janë gjallë çdo 6 muaj. Kjo ka qenë e kohës për ta bërë. Domethënë kjo mendoj që është gjë e dur, edhe do duhet ta mirë që kanë bërë dhe do duhet ta bënë secila domethënë qeveri që do të ishte përgjithsisht politika dhe për pensionistët të Kosovë kanë bëjnë me kryesisht me rritjen e pensioneve ose me në momentin e caktuar me injeksione të caktuara financiare që japin qeveritë për to. Domethënë edhe një herë këtu vështirë që mund ndryshohet pa ndryshuar në përgjithësi skemën se si funksionojnë pensionet në Kosovë, atëherë vështirë që mund ndryshojë edhe gjendja e pensionistëve, mund të shtohet qeveria mbi bazë të parave që ka, të shtojë pensionistëve, po nganjëherë ato injeksione financiare nga 100 euro e kështu me radhë që u jepen, kihet përshtypjen se janë çështje votash më tepër se sa ndihma. Jo, po flasim për pensionin aktuale që janë domethënë dhe ato që janë premtuar për të rritur. Në ndërkohë, zoti Bërzulli, nuk e di nëse e keni analizuar pra kjo obligimi që është hequr për të paraqitur që është gjallë, në ndërkohë mund të cilë dhe probleme të tjera. Pra, jo detyrimisht ose më vjen keq ta them, por mund të ketë edhe keqpërdorime, sidomos të atyre që nuk janë rezident në Kosovë. Pra që nuk kanë dhënë asnjë kontribut për Kosovën, po që marrin pension në Kosovë, po që jetojnë në rajon. Përshka shteti mund të gjejë mekanizme se si t'i verifikojë. Nuk mendoj që kjo është problematike. Po kjo paraqitja e vazhdueshme duket sikur është një lloj shkelje, një lloj drejtë njeriut, se personi është gjallë dhe është në këtë aspekt. Domethënë, shteti ka mekanizma të ndryshëm që si mund ta sigurojë këtë gjë dhe mendoj që ideja edhe në këtë, edhe në biznes, edhe në secilin gjë është që ti u lejon njerëzve zgjedhjen e tyre, pastaj shteti organizon
mënyra se si verifikon dhe pastaj ose si ndëshkon. Por nuk mendon që dikush do ta keq përdor gjën, po shkon në favor të palës të individit e kështu me radhë. Në këtë aspekt për pensionistët kjo mendoj që është gjë e duhur, se si do ta gjejnë mënyrën për ta verifikuar, kjo është një çështje tjetër, mund të telefonojnë, mund të shikojnë me adresa, mund jetë 1000 mënyra se si bëhet kjo gjë. Po e para është kjo. E dyta, mendoj që secila qeveri që do të rrisë pensionet në Kosovë bën një gjë të mirë, sepse gjendja e pensionistëve në Kosovë nuk është e mirë. Edhe aq më tepër me një rritje të çmimesh, domethënë të madhe viteve të fundit për shkak të inflacionit, luftës në Ukrainë, por edhe politikave, po mendoj jo shumë duhur ekonomike që ndiqen në raport me çmimet, atëherë kemi le të themi një zhvleftësim të vlerës së paras në raport me produktet që blen. Në rast se me një shumë caktuar për parash para disa viteve ke bler më shumë mallra, tani shkon në shtëpi më pak mallra. Dhe kjo do të indikon drejt pensionistëve. Domethënë i vëmë vendos vështirësi secilin kategori. Edhe ata që janë forcë pune sepse u duhet bëjnë një punë tjetër për të marrë më shumë para, i sforcon edhe u heq kohën sociale, kohën për familjen e kështu me radhë, po te pensionistët kjo është më e dukshme, sepse domethënë me ato pare pastaj ata blejnë më pak gjëra. Aq më tepër që duhet të blejnë ilaçe e kështu me radhë me çështje tjera për shkak të edhe të moshës apo aspekteve tjera të jetës. Dhe kjo mendoj që është e duhur, secila qeveri që do të rritë pensionet në mënyrë të le të themi të pa synuar drejt votën e tyre, mendoj që kjo është adekuate dhe në këtë pikpamje debatit në këtë aspekt që thelbësor. Zëqire? Po kjo është një vendim i duhur, kjo dosht mos më ndodh fare kjo vendim, o dosht mos më paraqitet asnjëherë pensionistët të moshuarit për çdo 6 muaj në qendrën e regjistrimit apo në qendrën për pensione ku i morën ato. Kjo është një kthim i besimit tek ata, sepse qeveria, shteti nuk ju ka besu, në fakt e ka u besimin se a janë gjallë apo nuk janë gjallë. Prandaj është mirë që u hek ky vendim, është mirë që është marrë ky vendim, është dashur që të heket sepse ka qenë edhe gjatë pandemisë hekur ky vendim për mu paraqit çdo 6 muaj, ndërsa sa i përket verifikimit se të cilët jetojnë jashtë shtetit, por që mund të mos jenë gjallë dhe mund dikur tjetër të gëzoj të drejtat e tyre të pensionit, është lehtë e verifikueshme sepse janë certifikatat të cilat pa çdo humbje jetës, është temë që ndoshta nuk duhet edhe me voltë, por megjithatë në qendrën e regjistrimit regjistrohet çdo gjë, çdo i gjallë dhe çdo njeri që ka kaluar në botën tjetër. Është mirë sepse qeveria ka filluar me në fakt pensionerat dhe plesht tashme thonë që neve dikush po na beson. Më shumë du me besu që ata janë të besueshëm që dikush po e beson që janë gjallë, se sa ajo që duhet me shku çdo herë, tyli faroste kemi, tyli far pleç kemi, tyli far që u dosh ndoshta me shku mi marrë njerëzit të qendra për punë sociale, me shku me bë verifikimin e tyre që ata pelingojnë ose janë rrotë ose janë smut, kështu që është mirë që u hek. Ka verifikimet që bëhen, ka lehtësira që munden me bë, me udit njeri a është gjallë, a është Kosovë apo nuk është Kosovë. Më mirë është që të rritet pensionet, mirë është që o hekje farligje për paraqitje çdo 6 muaj, sepse është një stres e qytetarëve të cilët kanë vujt me vitet e tona dhe të kalojnë këtë pleqëri pak më rahat. E konsideroj që në radhë të parë ka qenë gabim, ka qenë një vendim jo njerëzor, e konsideroj jo human, për arsye sepse e konsideroj që kjo kategori meriton vlerësim dhe paraqitja çdo 6 muaj ka bërë që të ndihen keq për faktin se është dashur të dëshmojnë që janë prezent në jetë, janë të gjallë dhe e konsideroj shumë të rëndësishme faktin që është larguar. Kam qenë e zëshme që kjo të bëhet shumë herët, por më mirë vonë se kur. Për të kësaj, kjo kategori meriton vlerësim të jashtëzakonshëm sepse kanë kontribuar në shoqëri dhe në moshën që janë, përveç ngritjes së pensionit dhe respektin nga shoqëria, nuk meritojnë që t'i trazojnë me këto burokraci të panevojshme i mbetit qeverive ose qeverisë së kaluar, kushdo që e bën qeverinë e re, që të gjejnë forma kreative për verifikimin ose keqpërdorimet e mundshme, si për çdo kategori tjetër të njerëzve, të cilët mund ta keqpërdorin shtetin në një formë ose në një formë tjetër. Por e konsideroj që janë kategoria që më së paku cënojnë ose rrezikojnë shtetin ose buxhetin e Republikës së Kosovës. Por tek kësaj ngritjet e pensioneve duhet jenë të vazhdueshme, kanë filluar të ngriten, si pensionet kontributënëse, si ata që nuk kanë kontribuar,
gradualisht, tashmë për proporcionin e se sa duhet të rriten dhe a duhet të ketë diferencë të qartë mes atyre që kanë kontribuar dhe të tjerëve, janë ekspertë të fushës të cilët besoj dhe ta bëjnë këtë balancim, ose këto dallime që janë të nevojshme për të bërë, por megjithatë konsideroj që në bazë të kostos së jetesës duhet të rriten proporcionalisht të gjitha pensionet. Sa i përket pastaj ndarjes së mbështetjes në vlerë për 100 eurosh, nuk e konsideroj që janë për efekt fushate, sepse dim mirëfilli që kjo qeveri, në momentin që ka marrë mandati, në vitin e parë të saj, ka filluar me shpërndarje në fund vit edhe për gjatë situatave kur kemi pas këto temat e jashtëzakonshme siç ka qenë pandemia, pastaj kemi pas rritjet e çmimeve herën e parë pas konfliktit Ukrainë-Rusi, kur kanë shpërndar to para, jo vetëm për kategorinë e pensionerëve, por edhe për kategorinë e studentëve, pastaj për kategorinë e fëmijëve. Unë e konsideroj që edhe jam i thare rishpërndarjes së të mirave në shtet. Ka ideologji tjera të cilat nuk janë shumë jetare të kësaj, por unë jam për një barabartësi në shoqëri dhe në momentin që kemi një mirëqenie pak më të lartë ekonomike, rishpërndarja nuk e dëmton askë. Prandaj konsideroj që kushdo që vijë në pushtet, pavarësisht ideologjisë dhe bindjeve politike që kanë, është mirë që të vazhdojnë të bëjnë, sepse Republika e Kosovës edhe ashtu nuk ka ndonjë standard shumë të lartë të jetesës dhe çdo rishpërndarje është në interes të qytetarit, sidomos të kategorive të cenueshme. Po nëse bëhet fjalë për rishpërndarje të ardhur, por nëse kemi një nivel të investimeve kapitalit ulët, apo domethënë çështje tjera që janë problematike shumë në ekonomi. Unë pajtoj me profesorin që duhet bën proporcion me rritjen e investimeve kapitalit, pastaj me shpërndarjen te kategoritë e cenueshme. Pastaj do të bëhet me logjikë caktuar dhe periodike, jo domethënë në raste edhe aq më tepër kur domethënë është zgjedhje apo çështje tjera. Nuk e kam fjalën konkretisht, por vetëm flas si parim. Në rast se politika në Kosovë domethënë vepron mbi bazë të zgjedhjeve në këtë mënyrë, nuk kam asnjë problem me faktin që dikush për shembull punon për 3-4 vjet dhe bën një rrugë, edhe një rrugë shumë të mirë, e përfundon në prag para zgjedhjeve kështu me radhë, sepse është punë vet. Po këto gjërat që janë domethënë që janë kesh, pare kesh, kjo duket sikur ka lidhje me. Po këto nuk e përjashtojnë njëra tjetrën. Rritja e investimeve kapitale në njërin anë dhe pastaj rishpërndarja në anën tjetër, konsideroj që kjo është formula më e duhur. Çështja është këtu a kanë përjashtuar, përjashtojnë parimisht po apo jo, po këtu a kanë përjashtuar apo jo, këtu është çështja. Zoti Bërzut, do të shfrytëzoj pak në aspektin profesional si mund të ketë ndikuar në aspektin psikologjik të qytetarët ku për 10 muaj po përballemi me zgjedhje. Po, ndoshta nga student, nga mesh, po edhe nga njerëz të tjerë, një lodhje psikologjike nga politika dhe nga këto zgjedhje. Po në përgjithësi, domethënë jo vetëm nga fakti që ka pas zgjedhje dhe ka pas jo stabilitet, po në përgjithësi gjithë kjo krizë është shoqëruar me shumë negativitet. Dhe përveç se është shoqëruar me negativitet, është synuar që të rriten tonat negative me qëllim polarizohet në mënyrë që të merren vota. Dhe kjo e bën situatën edhe më të keqe. Përgjithsisht ka një lodhje të elektoratit në përgjithësi, e cila ka gjasa që të tregohet edhe me daljen zgjedhje. Veçanërisht për votuesin i cili nuk është militant, edhe nuk është partizan i partive caktuara, domethënë sepse secila parti e ka të grupin e vet të njerëzve të cilët i dalin në votojnë, domethënë a priori pavarësisht politikave që ndjekin, po ai votuesi që është që quhet gri, domethënë ka mundësi që nuk del në votime për shkak se edhe kjo është rrezik po ashtu, sepse pjesëmarrja qytetare do të siguronte një legjitimitet më të madh të partisë fituese, partive përkatëse në mënyrë që të ndërtojnë një koalicion më të mirë, pra pjesëmarrja e qytetarëve në zgjedhje është e shëndetshme, Kosova ka treguar këto me vite, dhe në rast se tani do të jetë ndryshe, do ta shohim këtë efekt. Edhe nga puna klinike, edhe nga kontaktet me njerëz, përgjithsisht shoh një lloj domethënë një paratie, jo komoditeti, negativiteti i caktuar që nuk rrjedh domosdoshmërisht nga individi, nuk rrjedh nga dinamikat personale të tij apo të saj, po që rrjedh nga dinamikat e përgjithshme shoqërore ku pikat e referencës nuk janë shumë pozitive. Po domethënë ky është një vend i cili ka vuajtur shumë dhe ka nevojë her pas here për referenca pozitive, për ngjarje pozitive, për histori suksesi në kuptimin ekonomik, për qeverisje e cila që jep një shtytje e zhvillimit ekonomik, që del me ide të mira e kështu me radhë, për një diskurs politik jo polarizues, bashkëpunues e kështu me radhë, dhe kjo do ta zhvillojë demokracinë, sepse
do më thënë duke pasur parasysh që kemi një situatë tillë, atëherë njerëzit edhe ashtu të vuajtur u dalin në pah emocionet e tyre negative të përjetimet e tyre, pra nga e kaluara, të cilat pastaj e bëjnë shoqërinë edhe sikur njerëzit vetë t'jenë në punë apo t'jenë me familjen e tyre mirë, kanë një disi, domethënë jo pozitive edhe jo mirëqenjeje në ambientin ku jetojnë. Fatkeqësisht konstatoj që kjo është e vërtet në vitin e fundit në Kosovë, ndoshta edhe pak më herët se kaq, dhe realisht ka mundësi që të shpërfaqet edhe në zgjedhje. Mendoj që këtu në këtë aspekt secila parti do duhet të dante po ashtu fonde dhe për shëndetin mendor më shumë dhe të kushtonte rëndësi më të madhe kur folin për të moshuar, për shembull ka nevojë për shërbime, se këtu flitet për pensione kështu me radhë, për çështje bazike, por nuk flitet për shërbime të cilat janë për njerëzit të cilët janë nevojë, për shembull të moshuarit që janë me demenca, kanë shërbime më të mira, e kështu me radhë. Ka shumë kategori të cilat kanë nevojë për dorën e shtetit edhe institucioneve, ku shteti do të bashkëpunonte shumë mirë edhe me OIQ-t e fushës apo me organizata profesionale të cilat ofrojnë, siç ndodh në vendet perëndimore, të cilat ofrojnë shërbime përkatëse, po gjatë kësaj fushate këtë gjë se kemi parë dhe kjo është për të ardhur keq. Në këtë aspekt po doja ta përmbledhje që çështjet e shëndetit mendor janë lënë anash në përgjithësi dhe domethënë është folur aq sa partitë politike kanë konsideruar nganjëherë edhe me disa domethënë copy-paste të programeve të kaluara, duke pas parasysh që shumë njerëz ndoshta s'kan qenë të vëmendshëm për detajet e caktuara, po ky do të ishte një fokus. Shëndeti mendor është shëndet dhe shëndeti mendor edhe shëndeti janë ekonomi po ashtu, nëse do ta shohim nga ky aspekt. Zgjidhni me që deri të dielën nuk do të shihemi më, do të shihemi sigurisht pasi të mbyllën kutitë e votimit, një prognozë se çfarë do të ndodhë më 28 dhjetor në orën 19 mbyllën qendrat e votimit. Ke bërë ndonjë parashikim? Kam bërë një parashikim, por megjithatë nuk do të flas për parashikim, por do filloj me një lodhje qytetarëve të cilët prej shkurtit vitit 2025 e deri me datën 28 kanë me kalu në për 4 palë zgjedhje, që bjen në zgjedhjet e përgjithshme në shkurt, në zgjedhjet për kuvendet komunale në tetor, në balotazhin e kuvendeve komunale. Megjithatë në debatin që kisha në Shqipëri me analistët shqiptar atje, këtë vlerësonin bukur shumë si një popull me kulturë të lartë. Po se çdo herë kemi dalë më shumë në zgjedhje se sa herën e kaluar, por megjithatë duket që është një lodhje e qytetarëve, sepse në përfushatat që po i mbajnë partitë politike në për qytete të ndryshme të Kosovës, është një numër i vogël i njerëzve që po i mbushin sallat, të cilat menzin në fakt po i mbushin sallat në për qytete, e ku partitë politike e kanë edhe si bazë të tyre në qytetet e mëdha. Por zgjedhjet e 28 dhjetorit mendoj që do të cilin ndryshime të atyre zgjedhjeve që kanë qenë në shkurt të vitit 2025, jo ndryshime të mëdha, por ndryshime në numra po flas, ndryshime në deputet të partive politike, të cilat do të përfaqësojnë veten në kuvendin e Kosovës. Unë shoh parti, mendoj, sipas mendimit tim, që do të kenë rrëmje të numrit të deputetëve, por shoh edhe parti të cilat do të jenë stabile ashtu siç kanë qenë, por ndonjë edhe do të rritet. Mirë, Zeshiri, sa do del VV? Unë mendoj që po flas jo me përqindje, por me numër të deputetëve, dikon 42 të 44 deputet. Në përqindje që i bie dikon afërsisht 38-39%. Mirë, PDK? Mendimi im është dikon 26 deputet. 26 e rritë pak. Do të thotë dikon 25 ose 26%. Disa do të rriten. Orientimisht 26, 42 deputet, 25 deputet, LDK? LDK dikon do të jetë 22 deputet. 22, sa është aktualisht 20%? Do të ketë edhe rritje, ndërsa AK-ja do të ketë dikon 8 deputet. AK-ja, 8 deputet. Limajn? Limaj në qoftë se në Kosovë dalin diko rreth 750.000 votues, atëherë Limaj do të hinë kuvendin e Kosovës. Por në qoftë se dalin mbi 800.000 banorë, në qoftë se votojnë, Limaj ka vështirë.
Do të bërzullë, patën e reagim. Pata reagim për ata që kanë thënë nga ata nga Shqipëria, ata kanë shumë të drejtë nga pikpamja e tyre. Atje në Shqipëri ka një sistem elektoral, edhe ka një kulturë politike, edhe kulturë të zgjedhjeve, në cilën ka mundësi që ka arsye të bazuara që mund të ketë fenomene të cilët shoqërojnë zgjedhjet, si për shembull shqipblerja e votës së kështu me radhë, një fenomen i cili e shoqëron Shqipërinë shumë vite tashmë dhe nuk është zgjedhur, e ke edhe në raportet e OSBE-ut edhe pavarësisht se ka avancime në zgjedhje, përsëri nuk i bëjnë zgjedhje si Kosovë. Në këtë aspekt ata kanë shumë drejtë, sepse janë pak kënaqur me situatën atje dhe në Kosovë shohin një situatë tjetër, një qytetar i matur i cili as nuk shitet, as nuk blihet në masë, pra në si fenomen kështu të përgjithshëm shoqëror edhe politik, dhe nga ana tjetër, po pastaj kjo pjesa tjetër që ka të bëjë me stabilitetin e institucioneve, bashkëpunimi midis partive, gjuhën polarizuese, e cilën Kosovën e dëmton shumë. Atyre si duket se të bën përshtypje, sepse nisen nga nevojat e tyre. Janë të kalitur nga kjo gjuha. Po, sepse këtu është çështja, do të thënë ata, do të thënë shohin me sytë e tyre dhe e vlerësojnë Kosovën mbi bazë të nevojave të tyre. Ato që thonë ata është saktë, por nuk mjafton. Siç e pam në zgjedhjet e 9 shkurtit. Ne pam që patëm zgjedhje shumë mira, do të thënë patëm rezultat të shumë mirë, e kështu me radhë me një problem aty këtu që ka qenë herën e fundit, por praktikisht ne s'patëm qeveri, patëm bllokim dhe patëm një situatë në cilën realisht edhe rritja ekonomike dhe gjithë aspektet e tjera të shtetit, edhe shëndeti mendor që përmendëm, pasohen përkeqësim. Pas një ditët përgushme zgjedhore demokratike, demokracia e lartë, niveli i lartë, e pakrahasueshme me rajonin, pastaj patëm një bllokim këtu më tanë, që do thotë që kapacitetet demokratike të Kosovës duhet punuar shumë që të zhvillohen. Profesor, ki problem na bësh një prognozë? Unë me që s'do jem të dielën, atëherë do të dielën sigurisht. Do të jeni paradite të dielën në emision në programin zgjedhëtor të RTK-s. Po milionit do ta harrojmë, do ta përmendim. Mos bëj një prognozë. Ajo që do të thoja unë është që më lejo të bëj një prognozë për te zgjedhjeve, do të thoja që besoj që elita politike ka marrë shënimin e duhur gjatë këtij viti 2025 dhe do ta bëjë qeverinë shpejt. Dhe qeveria në Kosovë, besoj, duke pas parasysh edhe çfarë po ndodh me zgjedhjet, edhe me deklarimet e partive politike, do të jetë në këtë mund të bëj prognozë. Besoj një qeveri që do të ketë numra të mjaftueshëm, stabile, mjaftueshëm për të 4 vitet të ardhshme, me prioritete, domethënë të qarta, ekonomike, të dialogut dhe çështje të tjera të rëndësishme edhe të politikave sociale, dhe për të siguruar një vazhdimsi, sepse këto luhatje dhe jo stabilitet kanë qenë kush do ta bëjë qeverinë, do ta shohim sipas numrave, po besoj që qeveria do të bëhet shpejt. Mirë. Profesor, ke thonë të përgjigje ta marrë si qytetari i Republikës Shqipërisë. Zotëriu tha, bënë si qytetari i Republikës Kosovës dhe jepe ne prognozat edhe të. Nëse këto shifrat që thatë ju do të jenë vërteta, atëherë qeverinë e bën një opozita. Kjo është ndoshta edhe çefi. Ajo është dëshirë. Jo, por nëse janë vërteta është kushtore. Është prognozë, megjithatë është ajo që ju e perceptoni nga gjithë ajo që keni parë dhe sigurisht nga kontakti me njerëz, sepse edhe gazetarët kështu e parashikojnë, të paktën duke nëse rrin me 10 veta dhe 7 thonë ky do të fitojë apo ai do të humbë, kështu bën matet. Një gjë e sigurt që Kosova ka nevojë për një ndryshim të kulturës qeverisë. Kjo është 100%. Domethënë edhe një gjë e sigurt që një parti e vetme të majë gjithë qeverinë për 4 vjet në Kosovë, kjo u tregua që ishte e pa suksesshme. Duhet një ritëm tjetër qeverisje, edhe një mënyrë tjetër të menduare, një mënyrë tjetër të komunikuar me qytetarët, me një transparencë më e madhe dhe po të bashkojmë 2-3 forca politike. Kjo që thoni ju nuk është prognozë, është perceptim. Kjo është prognozë, që të ndodhe kjo gjë. Kjo është prognozë, është perceptim edhe prognozë. Sigurisht do ta shohim. Në një shkurt kisha me cik veç faktin që kjo fushat e fundit karakterizohet me një gjuhë kritë ndryshe prej asaj që kemi parë me 9 shkurt. Ka qenë shumë e qetë dhe kryesisht subjektet politike janë fokusuar tek alternativa dhe programi zgjedhor që kanë shpalosur tek qytetarët. Pajtohem që nuk kemi parë një entuziazëm të madh në përsallat, por e konsideroj që kjo vjen me emancipimin e shoqërisë dhe ne mund të themi që për këtë gjë jemi shumë të emancipuar se në rajon. Këtu nuk mund të blesh vota dhe këtu nuk mund të tërësosh votën si në shtetet e rajonit dhe këtu flas në përgjithësi. Kosova tashmë ka një pjekurisa e përket
demokracisë së saj dhe sidomos kjo vlen të theksohet që është vlerësuar me nota pozitive gjithmonë në ditët e zgjedhjeve. Kemi shumë pak ndoshta entuziazëm sa i përket tubimeve politike, por megjithatë dalja në votime është gjithherë e kënaqshme dhe fatmirësisht tendencat për të keq përdorur votën nga gjitha subjektet politike pothuajse tashmë nuk ekzistojnë. Përveç rasteve sporadike të cilat evidentohen me njëherë nga gjitha grupet politike dhe denoncohet tek akterët përgjegjës të cilët pastaj merren me punë të tjera. Pjesëmarrja e lartë të qytetarëve në votim e konsideroj që është pjesë e drejtë për drejtë në demokraci, i kontribon asaj. Pastaj pjesa tjetër mbetet të vendoset në bazë të shijeve dhe preferencave të qytetarëve se kush do të dalë fituesi i zgjedhjeve. Pavarësisht kësaj që u thanë, unë konsideroj që kemi pas një qeverisje stabile, kemi pas rezultate në veri që janë shumë të rëndësishme për qytetarët e Republikës, pastaj njohje prej 4 shteteve mosnjohëse të Republikës Kosovës, kemi pas liberalizim vizash, sepse unë konsideroj që kjo qeverisja stabile megjithatë sjell sukses, por gjithsesi është në dorën e qytetarëve të Republikës të votojnë dhe të pozicionohen pro programit më të mirë, pro alternativës më të mirë dhe krejt çka na mbetet të themi është të kemi dalje sa më masive të qytetarëve, të kontribojnë në demokracisë dhe pastaj fituesit ose fituesit që do ta bëjnë qeverinë e re të bashkëpunojnë ngushtë dhe të shtyjnë përpara interesat e Republikës Kosovës. Zgjidhje kemi pas kryesisht në kryeqytet, të paktën se nuk kam lëvizur në ndonjë qytet tjetër, vret një numër i madh i mërgjimtarëve të cilët kanë ardhur sigurisht për festat e fund vitit. A mund të ndikoj vota e tyre drejt për drejt në Kosovë, sesa ajo vota nëpërmjet postës? Po sigurisht që do të ndikojë e votë, sepse nëpërmes postës kanë votuar ata të cilët kanë qenë më shumë të organizuar, kanë votu për ato parti të cilët ato parti kanë qenë të organizuara në diasporë, ndërsa ata që tani kanë ardhur fizikisht në Kosovë, kanë ardhur të familjarët e tyre, e shohin situatën në Kosovë, e shohin a ka rrym, e shohin a ka shtrejti, e shohin si është gjendja ekonomike, aty mund të dhe televiz vota, prandaj unë pesha partit që thirrën në diasporë, që ne me diasporë do të fitojmë, ose të tjerë, ne me diasporë do të rritemi. Jo, ata kanë ardhur në familjet e tyre. Pesha entuziazëm të jashtëzakonshëm në aeroport, thosë nga vinë diaspora në luftë, ata nga vinë të familjet e tyre. Dhe pse ka koincidu me zgjedhjet në Kosovë, kjo ka shumë pak rëndësi. Prandaj nuk shoh që ndryshimi vjen nga diaspora. Diaspora është kjo që kanë votuar edhe atëherë, diaspora është kjo që do të votoj edhe me 28 dhjetor. Ata që janë regjistruar për me votu në diasporë, fatkeqësisht do upin të drejtën me votu në Kosovë. Prandaj ka edhe raste shumë që janë regjistruar atje dhe vinë këtu dhe s'mund të votojnë. Është mirë që po vinë ata, nuk e shoh që ata do të bëjnë ndryshimin, por e shoh që do të rritet numri i votuesve në Republikën e Kosovës. Nëse rritet numri i votuesve, a dalin këto shifrat që i dhe? Po rriten të gjithë. Jo, lirisht këtu shkon pasaj tek 45, 45, po në rregullim. Zonja Hajdari vetëvendosi si e parashësh që det? Po konsideroj që kësaj radhe ka mundësi të shkojë deri 45, 45 deri në 45 deri 47. Pastaj PDK lëviz prej 24-25 aty diku. E konsideroj që ka pas mundësi të rritet sikur të bashkëpunonte me Fatmir Limën, por nuk e bëri. Ndërsa LDK nuk mendoj që ruan këtë përqindje që ka pasur. Por megjithatë e konsideroj që bie, por megjithatë ta lëm tek 20-22. Okej. Edhe AKën? Uroj versionin më të mirë për AKën, kështu që po e lëm 5 deri në 7%. Mirë, 5 deri në 7%. Se kjo mund të dalë ndryshë nëse ka dalje të madhe të qytetarëve në zgjedhje, por megjithatë unë ju uroj më të mirën që të ketë këtë rezultat. Mirë, ju falenderoj shumë për kontributin që dhatë sonte në këtë emision. Falenderit profesor edhe për çështjet psikologjike që janë shumë të rëndësishme për shëndetin mendor për gjithë shoqërinë tonë. Falenderit zonja Hajdari. Ndërkaq të nderuar shikues, dhe nesër do të ketë debati për sportin, të cilin do ta udhëheq kolegja Don Podgorica. Ndërkaq në orën 21 në studiot e Radio Televizionit të Kosovës do të vi kandidati për kryeministër nga lëvizja vetëvendosje, zoti Albin Kurti, një herësh kryeministër në detyrë. Natën e mirë.